Kemi bërritur në pjesën e tretë të Election Room, pasi kemi diskutuar për pagën minimale, kemi bërë për llogaritjet e secilit subjekt politik, cilë do të ishte fatura për buxhetin e shtetit. Kemi pasur një diskutim me zotin Ergis Sefa për të analizuar pikërisht impaktin që mund të kishte paga minimale, rritja sforcuar, masat që duhet merren, por gjithashtu kemi pasur dhe bashkëbisedim me zonin Milva Ekonomi nga Partia Socialiste për shpalosur programin. Tashmë është momenti për të lidhur me dhomën tjetër të Election Room me kolegen time Gjorgjina Deda, e cila do të na sjellë statistika interesante për pagën minimale. Gjorgjina, mirëmbrëma. Krishtin, mirëmbrëma, përshëndetje. Çfarë të rejash, po themi, çfarë shifrash keni përthyer ju për sa i përket premtimeve që partitë politike kanë pasur për pagën minimale? Paga minimale, Krishtin, që teorikisht duhet mbulojë nevojat më bazike për të bërë një jetë dinjitoze dhe për të patur një mirëqenie të caktuar, shpesh herë shihet në kufijt minimal të mbijetesës. Megjithatë, krahasuar me minimumin jetik sigurisht që ka një diferencë. Por premtimet në këtë prag fushate, në këtë prag pra zgjedhjesh, duket sikur premtojnë një pagë minimale më të lartë nga ajo çka ne kemi tani më të vlerësuar në 400 euro ose 40.000 lekë. Unë kam sjellë një këndvështrim ndryshe të pagës minimale, sa do të jetë rritja dhe çfarë mund të bëjnë qytetarë shqiptar ndryshe pra me këtë pagë. Atëherë referuar grafikut, unë e theksova paga minimale aktuale në Shqipëri është 400 euro dhe sigurisht do të marrim konsiderat që krahasuar me vendet e Bashkimit Evropian është ndjeshur me ulët, megjithatë do të shohim më vonë një krahasim pra me rritjen që do të bëhet në bazë gjithmonë në bazë premtimeve se sa mund të arrijë paga minimale në vend. Megjithatë le të mbetemi në grafikun që shfaqet pas meje ku premtimi për pagën minimale varion nga 500 deri në 600 euro. Çka do të thotë Krishtin, një rritje krahasuar me pagën aktuale prej 100 deri në 200 eurosh. Por çfarë mund të blesh pra me këtë shtesë në Shqipëri përveç se të rrisësh konsumin sa i përket atyre zërave kryesor të shportës së shqiptarëve, pra të shportës së shpenzimeve, përveç atyre, përveç ushqimeve apo mirëmbajtjeve apo kostës së qeras dhe banesës, çfarë mund të bëjë tjetër një qytetar shqiptar pra e sjell ndryshe kjo shifër? Mund të shtoj Kreshnik 3 deri në 6 kafe më shumë në ditë, nisur nga shtesa pra prej 100 deri në 200 euro për një muaj. Pra në qoftë se zakonisht mund të pi 1 deri në 2 kafe, me këtë shtesë mund të shkojë nga 3 deri në 6 kafe në ditë. Mund të blej 13 bileta më shumë për teatr për të gjithë njësinë ekonomike familjare që sipas të dhënave të Censit për vitin 2023 për llogaritet në 3.2 antar. Pra për të gjithë familjen mund të shtojë rreth 13 bileta më shumë, pra të shoh 13 shfaqje më shumë për gjatë një muaji. Nga ana tjetër kemi 2 deri në 4 darka ose dreka për 2 persona në një restorant ku vlera mesatare për llogaritet në 50 euro. Nga ana tjetër kemi një bilet vajtje ardhje për në Paris, pra e cila varionte nga sipas anjësive të ndryshme të udhëtimit nga 110 deri në 200 euro. Pra pak a shumë. Pra të shpresojmë që të mos shpenzojnë këto para për kafe, të shpenzojnë për bilet teatri. Këto para unë kryesisht kam zgjedhur që t'i fuste grupi i argëtim dhe kulturë, pra që është në zërin e shpenzimeve dhe me këtë vlerë, këto janë disa nga variantet që një qytetar ose një familje shqiptare mund të bëjë me shtesën e pagës minimale nga 400 pra deri në 500 dhe 600 euro, siç thuhet sipas premtimeve. Megjithatë, unë e theksova edhe më herët që familjet e ndryshme shqiptare kanë nevoja të ndryshme, ceka që paga minimale shpesh herë duhet mbuloj nevojat më bazike, por shihet edhe në kufijtë e mbijetesës gjithmonë referuar edhe situatave të çmimeve me të cilat jemi përballur kohët e fundit dhe presionet inflacioniste. Shumë analizë interesante në fakt, Gjorgjina, po kur analizojmë pagat ju bët ditën e djeshme keni pasur një analizë të pensioneve, se si do të ndryshoni, keni bërë një analizë se si mund të ndryshojnë në rajon, jo thatë pak më parë, si është situata për rajon? Këtë nga tregoj grafiku dytë. Mbrëmjen e djeshme ne theksuam se si do të varionte masa e pensionit nisur nga premtimet që janë bërë pra sa i përket kësaj pike dhe duke krahasuar me rajonin, sepse unë theksova që sigurisht Shqipëria bën hapa para kur e krahasoj me veten në periudha të ndryshme kohore, megjithatë kur e krahasoj me komshin tanë, le ta quajmë kështu, pra me vendet e rajonit apo me vendet e Europës, ka diferenca të ndryshme dhe të ndjeshme në disa prej treguesve kryesor makroekonomik. Ditën e sotme unë kam zgjedhur të sjell pra sa do të arrijë paga minimale me shtesat që mund të bëhen gjithmonë referuar në bazë të premtimeve dhe si e konkuron kjo vlerë, pra si konkuron vendet e rajonit. Atëherë unë dua të prek secilin prej vendeve. Mali i Zi aktualisht regjistron një nivel pagë minimale prej 533 euro, ndërkohë kemi Serbin me një pagë minimale prej 524 eurosh, ndiqet nga Bosnia Hercegovina me 487, Maqedonia e Veriut me 542 euro dhe ndërkohë nga ana tjetër Kosova me 350 euro sipas ndryshimeve më të fundit.
kemi Shqipërinë me pagën 500 deri në 600 euro. Në qoftë se në bazë të premtimeve që ka bërë secila parti, në qoftë se partitë fituese të garës së 11 majit janë ato të cilët kanë premtuar një pagë minimale prej 600 euro, rezulton që Shqipëria me këtë nivel mund të konkurojë të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, pra mund të arrijë pagën minimale më të lartë. Ndërkohë, në qoftë se kemi pagën minimale, pra në qoftë se marrim rastin kur paga minimale mund të shkojë në 500 euro, ne te kalojmë vetëm Kosovën dhe Bosnjë Hercegovinën, pak a shumë jemi në të njëjtën situatë pra krahasuar me vendet e rajonit siç ishim dhe mbrëm me nivelin e pensioneve. Pra në gjitha rastet, Gjorgjina, do subjekt politik të fitojë në këto zgjedhje, mjafton vetëm të mbajë premtimin dhe Shqipëria ndryshon renditjen e rajonit, pra si për sa i përket pensioneve ashtu edhe për sa i përket pagës minimale, dhe jo vetëm për pensione dhe për pagat, por edhe për një sër premtimesh të tjera. Nëse premtimet mbahen, Shqipëria mund të kalojë ndjeshëm vendet e Ballkanit Perëndimor dhe disa nga vendet e Bashkimit Evropian në fakt dhe të rrisim mirëqenien e shqiptarëve. Por në rastin e 500 euro ne afrohemi shumë afër malit të Zi, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut, por fatkeqësisht nuk mund të arrinim të tejkalonim dot dhe të konkuronim ato. E njëjta gjë do të ndodhi sigurisht edhe me pagën mestatare, ku ne do të flasim në vijim për këtë premtim dhe do të shohim pra se si paraqitet premtimet sa i përket tij treguesit dhe si do të konkurrojnë me rajonin, por kjo do të jetë në vijim. Unë dua Kreshnik që të shkëputem pak nga premtimi i pagës minimale dhe dy grafikët që unë solla dhe analizova sot në studion e Election Room për të kaluar në një grafik tjetër i cili flet për rrjetet sociale. Siç e dim, mënyra e të bërit fushata dhe premtimet elektorale apo aktivitetet e drejtuesve të partive të ndryshme apo kandidatëve të ndryshëm tani më bëhet në një arenë tjetër. Pra nuk kemi vetëm terrenin, por kemi parë hapas hapi që rrjetet sociale janë shndërruar në një tribun të fortë politike ku shumë prej kandidatëve, shumë statuse apo stori që ato hedhin janë kthyer në një strategji apo në premtim dhe ndërkohë nga ana tjetër mund të them që shumë like që marrin apo reaction të ndryshëm mund të jenë një shpresë për një votë më shumë. Cili nga drejtuesit e partive politike udhëheq në një farë mënyrë rrjetet sociale, do ta shohim në grafikun që shfaqet pas meje, ku në rastin konkret kemi marrë Instagramin, pra si rrjetin social. Unë dua të theksoj që në krahasim Instagramin me Facebookun, unë kam zgjedhur këto dy rrjete duke qenë se kanë qenë dhe më të populluarat, pra sa i përket ndjekësve që ato kanë diferenca të ndryshme me njëra tjetrën. Le ta nisim Instagramin kur duket sikur lideri i Partisë Socialiste Edi Rama kryeson me një vlerë prej 619.000 ndjekës. Pastohet pra nga lideri i Partisë Demokratike Sali Berisha me një vlerë prej 113.000 ndjekësish. Ndërkohë nga ana tjetër kemi Lulzim Bashën pra të Partisë Euroatlantike i cili ka një vlerë prej 84.900 dhe më vonë ndiqet nga Adriatik Lapaj, Agron Shehaj, Tom Doshi, Endrit Shabani dhe Arlind Qori. Pra pak a shumë kjo është beteja në rrjetet sociale të liderëve kryesor pra të partive të cilët pra do të garojnë në zgjedhjen 11 majit. Ajo çka ne do të shohim në këtë grafik dhe në grafikun e radhës, për ta sjell edhe më vonë, mund të jetë një diferencë se si do të ndryshojnë pra ndjekësit nga ky moment që unë prezantova të dhënat edhe më vonë, hapas hapi në Election Room do të sjellim se si ka ndryshuar pra këto vlera. Megjithatë, unë do doja të kaloj te grafiku i dytë që siç e përmenda ishte rrjeti social Facebook, ku duket se udhëheqësit e partive kryesore që do të garojnë kanë një diferencë më të lartë të ndjekësve se sa në rrjetin Instagram. Pra është më popullor, le të themi kështu. Shohim që sërish kryeson lideri i Partisë Socialiste Edi Rama me një vlerë prej 1.6 milion ndjekësish në këtë rrjet social dhe kohët e fundit kemi parë që të gjithë liderat e partive që shfaqen në grafikun pas meje kanë qenë mjaft aktiv, jo vetëm për të treguar pra aktivitetin e tyre editor politik, por gjithashtu edhe për të shpalosur strategjitë e tyre apo programet politike. Ndiqet nga Sali Berisha me 1.1 milion ndjekës në këtë rrjet, kemi Lulzim Bashën që ndjekësi i treti me 633.000, pasohet nga Agron Shehaj me 135.000, Adriatik Lapaj ndjek më vonë me 90.000, ndjekur nga lideri i Partisë Social-Demokrate Tom Doshi me 89.000, Elena Kosaçi me 66.000, më pas vijon Endrit Shabani, Enkeleda Libej, Dashamir Shehi, Arlind Qori dhe Edmond Stojku i ADR-s pra Aleanca Demokracia e Re me 3.400 që regjistrohet edhe në fund të këtij grafiku. Pra pak a shumë kemi liderët popullor të cilët kryesojnë, megjithatë
në vijim të emisioneve tona, në vijim të puntatave tona, do të shohim se si do ndryshojnë të tregues, cili do rritet më shumë, cili do bëhet më popullor dhe cili nga ana tjetër mund të ndodhë që mund të bien edhe ndjekësit në varësi të... Në fakt, ju Gjorgjina thatë që në fakt fushata, një fushatë është në terren, por është edhe fushata tjetër që është fushata rrjeteve sociale. Që ka vazhduar më herët, le ta përmendim, le të theksojmë që ka vazhduar më herët se ajo në terren. Dhe sigurisht një nga elementet besoj që ju do të monitoroni do të jetë edhe shpenzimet që partitë politike do të bëjnë, pra sa para do hedhin rrjetet sociale subjektet politike. Po, është e vërtet. Do të sjellim her pas here detaje të ndryshme që lidhen pra me këtë tribunë politike që bëhet, që zhvillohet në rrjetet sociale, Krishnik. Gjorgjina, të falenderoj shumë, do ritakohemi sërish nesër. Faleminderit ju.